Zoti Hoxha, ditët e fundit janë bërë ndryshimet shumëta në radhë të drejtuesve të policisë shtetit. Ç'janë këto ndryshime? Dhe çfarë synojnë ato? Janë thjesht rutina, po synohet vërtet një strukturë e re në krye të policisë shtetit. Ka ardhur drejtori i ri, ai tani ka bërë ndryshime të tjera. Skënderita. Edhe pastaj të flasim dhe për aksionet që ka nisur. Çfarë është kjo? Por çdo drejtor i ri që vjen në detyrë, kur vjen bën një rokat tillë. Bën një ndryshim sepse normale i do njerëzit e besuar ti për të bërë detyrë. Në rastin konkret, zoti Hita është një drejtor që ka qenë si drejtor qarku në nga qarqet më të vështira. Dhe e njeh mirë, nëse ka ndërmend të bëj diçka, e ka mundësinë për ta bërë. Sigurisht, jo për të shkuar deri në fund se pastaj duhet fermani nga lart, se nuk shkon dot deri në fund atje se për sistemin. Por deri tani në ndryshimet që kam parë dhe në veprimet që ai ka bërë, ai ka nisur 3 aksione, të cilat kanë dhënë një impakt të dukshëm dhe kanë dhënë shenja pozitive. Uroj që ta mbajnë dhe gjunjët dhe fuqit për të shkuar deri në fund tyre, sepse nuk është gjë lehtë aty ku është futur ai. Dhe çka ka bë? Pra, duke qenë drejtuesi lart policia, ai e di se si mbahet në këmbë policia dhe si korruptohet policia. Dhe aktivitetet kryesore që ne kemi thënë prej vitesh tek ty janë lojrat e fatit, call centrat dhe korrupsioni rreth policisë. Ai ka evidentuar së pari një shqetësim që kanë qytetarët, që është i përditshëm, janë patrulla e policisë në rrugë, që rrinë si tuba të fshehur mbas në kthese. Ka vendosur që të mos ndalohet ecja e qytetarëve, mos dalin më patrullat që i pengojnë qytetarët cep në cep. E para, e dyta, nëse del radarit, mos ketë policë mas radarit. Radari punoj automatikisht. Pra, që mos ketë më ndërhyrë, mos ketë mundësi edhe qytetarit mos bezdiset, mos jetë as mundësia arbitrarit tretit dhe as e korrupsionit policisë. Tjetra, call centrat janë një shqetësim i jashtëzakonshëm. Shqipëria është një problem shumë të madh me vendet e Bashkimit Evropian. Nuk ka ngelur polici pa hyrë këtu brenda dhe pa evidentuar që nga këtu janë vjedhur qytetarë të Bashkimit Evropian. Edhe rasti i fundit që ishte sot, pra që ishte rasti i Francës, por dhe rasti i javës kaluar, dhe një nga urdhrat që ka dhënë drejtori i përgjithshëm është edhe kjo është e dukshme, një aksion që ka filluar ndaj disa call centrave, të cilët deri tani kanë qenë të paprekshëm, kanë qenë në mes qytetit, e dinin gjithë që ku ishte. Dhe policia e shtetit është akuzuar si e kapur. Patjetër, jo policia e shtetit është akuzuar, por policia ka qenë pjesë, nuk ekziston, nuk mund ta mbash dot call center pa bashkëpunim me policinë. Nuk ekziston mundësia që ti ta mbash. Sepse në një objekt që hyn 80 apo 100 veta, si mendon ti që se marri vesh policia se ç'a bëhet aty? Pra, tu merret vesh me një, kur një. Dhe duke qenë sasia e madhe e parave që aty kalonin, prandaj policia ka qenë garantuese e këtij lloji aktiviteti. Në rastin konkret, kam parë disa operacione që drejtori i ri ka marrë përsipër, inshallah i shkon deri në fund dhe ka seriozisht, ose inshallah nuk ndodh që mbas 2-3 muajsh po ka bërë dëm të madh atë mund ta shkarkojnë, ose ta vetë dorëheqin. Në këtë histori, sepse thash është industri e rëndë. Dhe tjetra është industria e lojave të fatit që kemi kaq kohë që flasim pafundësisht. Edhe aty ai ka dhënë një orientim që kush është i përfshirë nga drejtuesit lart policisë, jo se se diej, po u ka dhënë një mundësi atyre që janë që t'i godasin vetë, pikërisht objektet që ta kanë patur. Rasti i Milotit, i Laçit dhe i Lezhës, dhe raste tjera që janë bërë këto ditë në Qarqe dhe në jug, po dhe në kryeqytet, po dëshmon pikërisht këtë gjë, që ai minimalisht po mundohet të liroj policinë nga akuzat që ajo ka deri tani për këto aktivitete të cilat xhirojnë sasi jashtëzakonisht të mëdha parash dhe e korruptojnë deri në palc policinë e shtetit. Thash është në ditët e para, sa do ta lënë, do ta shohin, deri ku do shkoj është një gjë që po ashtu do ta masim, por premisat deri tani duken pozitive për këto 3 aksione. Pastaj, a ka aty problematika? Sa të duash, a duhet zgjedhë ky dhe si duhet i zgjedhë njerëzit dur dhe ai ka të gjithë njerëzit nga mbrapa. Kjo është një gjë që mbetet ta shohim. Pam një zhvillim sot, për shembull më troqi vëmendjen, por me sa duket nuk varet nga drejtori i përgjithshëm. Për shembull, drejtori i AMP-s, agjencia e mbikëqyrjes policore, u zvendësua me drejtorin e përgjithshëm të burgjeve. Meqense ministri i drejtësisë ish ministri i drejtësisë, erdhi nga ministri i drejtësisë te Ministria e Brendshme, ka punuar me drejtorin e burgjeve atje, i cili nga radha e policisë ka shkuar atje, e si duket e ka marrë atë, e ka tërhequr aty dhe i shikon atë si bashkëpunëtor më të efektshëm në atë që ai kanë plan. Zhabina është në lidhje për të zbatuar. Është sfidë jashtëzakonisht e madhe sepse
mbi të gjitha që ta arrish atë të gjë dhe të kesh rezultat, duhet të kesh një mbështetje edhe duhet të ketë vullnet politik. Pra ti nuk mund t'i lëvizësh dot kryeministin drejtorin e qarkut në rast se ai ka ndërmend që në atë qark do të fitoj 5 nga 5 bashkitë që janë atje. Prandaj ishte ndërthurë dhe policia e shtetit është shumë e rëndësishme në proceset zgjedhore. Nëse kujton në zgjedhjet e fundit, task forca e SPAK-ut hetoi vetëm që ai çoi policia e shtetit. Dhe policia e shtetit i çoi një militant të PD-s në Lushnjë që pagonte sipas dosjes që unë pash në SPAK 500 euro për ble vota. Dhe unë se kuptoj, si ishte mundur që opozita ble vota me 500 euro dhe humbë zgjedhjet. Ose ata përfaqësuesit e partisë Tom Doshit, të që ishin nën hetim dhe vunën hetim edhe në Fier, edhe në Shkodër, edhe në Korçë. Dhe ndërkohë, Tom Doshi në fundit 3 mandate mori. Ku shkoi balanca? Çfarë ndodhi në vend? Dhe vetëm aty s'patëm hetim. Dhe vetëm aty task forca nuk dha rezultat, dështoi, po asnjëri se mori përsipër. Ata ambasadorët që na garantuan që task forca do bënte namin, në fund firmosën ato projekte, se që projekte ato gjitha që i financuan vetë ata, edhe bën një raport dhe thanë, shiko, ne nuk e kapëm dot, se nuk na ndihmuan këta me denoncime. Ti je aty për ta kapur pa denoncim. Po, vetëm ato që jep media, dhe ligji e ka të përcaktuar qartë, që ti e nis një hetim kryesisht, s'ke nevojë për denoncim. Çfarë denoncimi do ti? Në rast se ti je shef në një media, automatikisht ti thret atë që ka bërë materialin, bën vetë një verifikim në terren, se e ke policinë gjyqësore dhe ja ku i krijove lëndën për të nisur një hetim. Kështu që patjetër që kjo është një sfidë. Unë e quaj sfidë dhe sukses madh, po arriti të disiplinoj këto industrinë e lojave të fatit dhe call centrat, se është industri e pastër kriminale. Sot një nga mjetet që financohet bota e krimit dhe mban territorin në kontroll është industria e lojave të fatit. Janë qindra milion euro që është lënë në dorë atyre dhe shteti shqiptar nuk përfiton asnjë qendar. Përveç se me këto para korruptohen agjencitë e zbatimit ligjit, korruptohet policia, korruptohet gjykata, korruptohet policia, korruptohet shërbimi informativ dhe mbi të gjitha ata që kontrollojnë industrinë e lojave të fatit janë dhe partner politik në fushatën elektorale. Dhe ne i kemi krimit organizuar pra një biznes qindra milionsh që ata të bëjnë çfarë të duan. E njëjta gjë me call centrat, a kupton tani që ne kemi përfunduar, nuk ka ngeli shteti i Bashkimit Evropian, që nuk është futur në territorin tonë, vjen policia spanjolle, 20 trupa të Guardia Nacional dhe bastisin një pallat mes Elbasanit nga Papafingo sipër e deri poshtë në garazhe. Pra gjë që nuk ndodh në vend tjetër. Dhe si është e mundur, dhe pse ka ndodhur kjo gjë? Kjo gjë ka ndodhur sepse implikimi dhe korruptimi ka qenë nëpër masa të frikshme. Dhe sasia e parave që ka lëvizur aty, me të vërtetë ka qenë kaq e madhe sa sot vetëm 4 qytetarë francezë ishin grabitur nga një shqiptar në 800.000 euro. Pra vetëm 4 qytetarë që kishin denoncuar. Po sa mund të jetë volumi që është kryer aty? Sa call center kemi ne në qarkullim edhe në aktivitet? Ende dhe sot nuk ke një statistikë.